Përse je në Kosovë këtyre ditëve? Kjo është pyetja më importante që bëret i sot. Pse jam këtu në Kosovë? Më e rëndësishme, ha? Jam këtu për Ilir Shaqiri. Më ka ftuar Ilir Shaqiri. Erdha këtu të konkretizojmë një punë së bashku. Që keni bën një punë së bashku? A ta ftojmë Ilir Shaqirin? Unë kam njohur Ilir Shaqiri si poet këngëtar. Poeti i Kosovës. Au? Po, ai tregoi historinë e Kosovës. Në këngët e tij, personalitetet më të mira të Kosovës ai ka. Të pëlqej për këtë gjë. Sepse edhe kënga jote është e pëlqeva ka patriotizmin aty brenda, Më pëlqej, unë nuk e njihja më parë. Më ka sjell miku im Evzin Uiu, skulptor. Që do ta kemi mysafir më pas, skulptori ynë shumë i nderuar i respektuar. Më ka sjell këtë CD me këngët. Shkova ditë për t'u i dëgjuar. Janë krije vepra, komandant. Një vepër. Të pëlqeu. Pse të pëlqeu aq shumë? Pse tregohet historia, Pse ai më duket se ka bërë për Kosovën atë që kam bërë unë për Arbreshët. Ashtu se, dhe kënga juaj është histori. Unë i kushtova jetën time. Histori që rrotullohet, Po, historisë të Arbreshëve. Kam vlerëzuar historinë e Arbreshëve. E ke përcjell në këngët tua në kur e dëgjova e kërkova. I thash mikut e Evziut, këtë ka me takome, ka me taku këtë njëri, ha? Po, shkova në Facebook, këtje ka disa, Ilir Shaqiri i shkrujta gjithve, për të kërkuar... Po, u lajmërua? Këngëtarin, poetin. Jo, mu përgjigj Valtari. Se ju në Itali ka një Valtar. Një balerin shumë një orë. Jo, më falj, ju jam Valtari, Ilir Shaqiri, nuk jam këngëtari. Ju përgjegja, kemi nisur një miqësi edhe me Valtarin, ju përgjegja i thash, është mbaj mend kur ti luan, kur kërcen, se ti si emrin e poetit e këngëtarit Ilir Shaqiri. Por një dit? Po një dit isha në Shëlmitër, më thirrë, jam në shesh, në Shëlmitër, jam Ilir Shaqiri. Kur e pa shu për shlag, oj vla, i thirrë, kush të solit e kuda ime. Se unë të kërkoja në tokë. Të kërkoja, si është e pamundshme. Si erdhë ki, nuk shkuan më se 3-4 muaj. është ka gjën një mrekulli për mua. Unë johtuat, u përqafuat? U kemi përqafuar, kemi mbetur ditën bashkë, me miqë të tjera, kemi biseduar, kemi kaluar, kemi shkuar, kemi fjarë, kemi kënduar. E u lindë kjo miqësi vllazërore, u lje edhe... Vazhdon tani, keni bërë këngë, pastaj. U ljen një projekt. Keni bërë? Bëjim një këngë bashkë, kështu të themi se Arbreshët, shqiptarët janë një popull vetë. Një popull vetë. Keni bërë 2 këngë? Kemi bërë 2 këngë. Njërën që e dëgjua ma herët, edhe pastaj edhe këngën tjetër. Po. Si titullohet njëra, si tjetra? Këngë e parë titullohet Ura mbi det. Ura mbi det. Sepse është ura që në bashkon. As deti në ndanë. Kush e bën aturë? Ha? Ky gjaku. Urët i shprishur i fortë shqiptarë. Urët e bëjnë popull. Populli punëtor bën urët. E artistët bëjnë urët. Se parashikojnë ardhmje. Do më thënë, kjo është historia këngës? Historia këngës u lje kështu. Duke biseduar, do bëjmë këngë? Si një shkëndilje. Si një dritë, një shkëndilje. Thoni ju fjallë një shkëndilje. Kjo krejtë si rastësi, po në realitet jo krejtë rastësi, neve nga ka arë si dhurat në spektaklin ton Odeon. Spektakli ynë, quhet Odeon, nga ka arë si një dhurat vere më e bukura për ne edhe për gjithë spektatorin që në ndjekë në shiqon gjithandej këto 2 këngë të realizuara bukur, mjeshtrisht me i lirin. Ne shpresojmë se kjo urë
që tani bashkon popullin arbresh me popullin shqiptar-kosovar. Shqiptar-kosovar. E bukur kjo Mozef, njëri arbresh, tjetri kosovar, dy këngëtar, do më thonë, me gjak shqiptar. Ashtu është. E skalitun kjo edhe në këngë, aty kështu. Kush i shkroi tekstet? Së bashku. Së bashku. Mendoj ideja, ullin nga unë, shkrujta më parë disa fjalli, disa fjalli, disa strofa, ja dërgova i liri i përpunoj, kemi dëgjuar më gjerë, ullin kënga. Ullin kënga bashkë me muzikën. Ullin në njëra dhe ullin tjetra, dhe në erdhët si dhurat. Kënga lindet edhe me krijimtarin teknik i orkestrimit. Teknikën e orkestrimit. Kush e ka bërë atë? Korab Shaqiri. I dëgjushëm? Të ka pëlqy? O, shumë. Punëtor i shkëlqyshëm. I shkëlqyshëm. Të ka pëlqy? Nuk ljen asë një not. Asë një not? Asë një lëshim? I kontrolon të gjitha. Të gjitha. Atër, keni me na këndua dhe këngën e dytë me artistin, këngëtarin e madh Ilir Shaqirin, i cili në tërë krijimtarinë e vet shpalos çdo gjë të bukur shqiptare për ta evidentuar dhe gravuar në këngë e në poezi. A e ftojmë? Valltarin? Edhe valltarin do të ishte bukur, po e thrasim Ilir Shaqirin atë. O vlla shqiptar! O vlla shqiptar! Kur e pash? Por në vazhdim do të këndoni bashkë me Ilirin. Ju lë skenën, ju lë pianon, dhe sigurisht para kamerave të spektaklit Odeon do të na shpalosni këngën e dytë të kësaj mbrëmje. Zefka Koca me Ilir Shaqirin. Faleminderit. Përse jenë Kosovë këtyre ditëve? Kjo është pyetja më importante që bëret të sot. Pse jam këtu në Kosovë? Më e rëndësishme, Jam këtu për Ilir Shaqirin. Më ka ftuar Ilir Shaqiri. Erdha këtu të konkretizojmë një punë së bashku. Që keni bën një punë së bashku? A ta ftojmë Ilir Shaqirin? Unë e kam njohur Ilir Shaqiri si poet këngëtar. Poeti i Kosovës. Po, a i tregoj historinë e Kosovës. Në këngët tje, personalitetet më të mire të Kosovës, a i ka... Të pëlqej për këtë gjë? Sepse edhe kënga jote është ka patriotizmin aty brenda. Më pëlqej, unë nuk e njihja më parë, më ka sjell miku im me Vzinuiu, skulptor. Që do ta kemi mysafir më pas, skulptori ynë shumë i nderuar e i respektuar. Më ka sjell këtë CD me këngët. Shkova ditë e ditë për t'u i dëgjuar. Janë Kriyevepra, komandant. Një vepër. Të pëlqeu. Pse të pëlqeu aq shumë? Pse... Tregohet historia? Pse ai më duket se ka bërë për Kosovën atë që kam bërë unë për Arbreshet. Ashtu se, dhe kënga juaj është histori. Unë i kushtova jetën time... Histori që rrotullohet, Po, historisë të Arbreshet. Kam vlerëzuar historinë e Arbreshet. E ke përcjell në këngët tua në krimtarin tënde? E kërkova. I thash miku të Evziut, këtë ka me takome, ka me taku këtë njëri, a? Po, shkova në Facebook, këtje ka disa, Ilir Shaqiri i shkrujta gjithve, për të kërkuar... Po, u lajmërua? Këngëtarin, poetin. Jo, mu përgjigj Valltari. Ilir Shaqiri, po? Ka një Valltar. Një balerin shumë një orë. Jo, më falj, jam Valltari, Ilir Shaqiri, nuk jam këngëtari. Ju përgjegja, kemi nisur një miqësi